Për disa ditësh ka nisur një ndërhyrje në bypassin e rrugës së Arbit në qafën e Murrisit. Ndërhyrja ka nisur që nga ana e fshatit Bastar Murris të Tiranës në drejtimin e fshatit Zibër Murris të Klosit. Kjo ndërhyrje fillimisht ka asistuar në riparimin e pjesëve të dëmtuara dhe largimin e inerteve që ishin grumbulluar nga rreshtet e shirave. Banorët që jetojnë përgjatë kësaj rruge thanë se kjo ndërhyrje erdhi pas apelit mediatik që bën ato pak ditë më parë. Ata i qëndrojnë ide se kjo rrugë duhet të mbajtur në gjendje optimale pasi përdoret jo vetëm prej tyre, por edhe në çdo rast tjetër kur tuneli Murrisit mund të bllokohet për arsye të ndryshme. Bujarku ka thotë se deri tani ndërhyrja është bërë me pastrimin e inerteve si dhe rregullimin e disa deformimeve, ndërsa presin që të asfaltohet pjesët e dëmtuara. Pas lajmit që publikohet në rrjetet tuaja, firma ka marrë masat për rregullimin e bypassit, për limin e gropave që janë bërë. Edhe sipas dhënash që keni një gjuhë që duhet të shtrojnë komplet bypassin do jetë në funksion. Se tash është mbyllur, që u hap tuneli, tash është mbyllur. Edhe po jo më mirë, bo mirë. Mirë se s'kena pas rrugë fare. Kjo tash na ka lehtësuar. Jashtëkamras banorë thanë se shkaki i rregullimit të bypassit të Murrisit mund të jenë edhe ndërhyrjet e nevojshme që pritet të bëhen brenda tunelit të Murrisit, ku kohët e fundit ka patur deformime të trases.